Ashtu siç dhe dihej, shënimi i shënimeve është ai që lidhet me ballafaqësimin mes Komisionit Evropian dhe shteteve anëtare në Bruksel për raportin e detyrave të kryera nga Shqipëria pas çeljes së të gjithë kapitujve të negociatave. Ai ballafaqim mori kohën e vet, në ndërkohën që molotovarët e Tiranës ulshuan të dëshpëruar në një ofensiv të pashoqe energjie negative, ulshuan rrugëve për ta djegur me do e mos Shqipërinë në sytë e botës, gëzonin si fëmijët kur fotot e kazanëve me flak apo të molotovëve të flakadanëve që hidheshin nëpër Tiranë bënin xhiro në median e botës. Mblidh benzinë, hidh bomba artizanale me vandal të paguar. Ulshuan po ashtu kanaleve e portaleve të Shqipërisë për t'i helmuar shqiptarët. Mblidh dhe hidh jarg urrëtie politike pasqyr më pasqyr. Ulshuan nëpër Europë me thas, balte e llumi proverbiale krejt, edhe ajo që ndodhi me të ashtu quajturën vizitë treditore në Ministrinë e Jashtme në Berlin. Në fakt, për ta zhgaravitur Shqipërinë në sytë e partnerëve tanë kudo ku ishte e mundur, mblidhu e hidhu lart e poshtë për të kërkuar ndëshkim, bllokim, izolim për Shqipërinë, duke lënë kokrën e namit si asnjë opozit tjetër në historinë e integrimeve europiane të vendeve që sot janë pjesë e Bashkimit Evropian apo synojnë të bashkohen me të. Thanë se rruga europiane ishte bllokuar, thanë se Shqipëria ishte më në fund dëshkuar, thanë se qeveria jonë ishte krejt e izoluar. U gënjyen si gjithnjë nga ajo mendja e tyre e cekët dhe mbrapsht dhe në fund humbën me turp. Dhe Shqipëria fitoi përsëri me mund, me dinjitet dhe me krenari kështu më 26 maj në Bruksel, konferenca ndërqeveritare Shqipëri-Bashkimi Evropian vullos përmbylljen me sukses të fazës hyrëse dhe hap fazën përfundimtare të negociatave për antarësimin e Shqipërisë në Bashkimin Evropian. Kemi ngjitur një tjetër lartësi të vështirë, drejt majës ku do të arrijmë me çdo kusht brenda kësaj dekade dhe ku do të vendosim flamurin e Skënderbeut dhe të Ismail Qemalit aty në oborin e shtëpisë madhe të Europës së Bashkuar.